Ka një buton sekret në vendin tënd që ndryshon krejtësisht hapësirën tënde personale dhe që stjuardesat preferojnë që të mos e prekësh. Ai nuk duket menjëherë, por sapo e gjen, udhëtimi yt transformohet. Dhe kjo është vetëm fillimi i një liste privilegjesh që ke me të drejtë, por që askush nuk të përmend kur hip në avion. Sot do të tregojmë 10 truke sekrete që kompanitë ajrore i fshehin për të udhëtuar me avion në mënyrë të rehatshme dhe duke kursyer. Nga vendet falas deri te zbritjet sipas moshës, ne do ta bëjmë fluturimin tënd më të lehtë dhe më komod. Le të fillojmë. Numri 10, sekreti i check-init 24 orësh dhe vendet fantazmë. Shumë njerëz mendojnë se vendet që shohin të lira kur blejnë biletën janë të vetmet që ekzistojnë, por kjo është një lojë psikologjike shumë mirë e dizajnuar. Kompanitë përdorin bllokime për të dhënë përshtypjen se avioni është plot dhe për të shtyrë të paguash $30 ose $40 për një vend preferencial. Megjithatë, ekziston një moment i saktë ku e vërteta del në dritë. Kur hapet regjistrimi online, sistemi çliron ato vende premium që askush nuk i ka blerë. Nëse hyn në minutën e parë, fiton vende me më shumë hapësirë për këmbët falas. Kjo është një garë shpejtësie ku të informuarit fitojnë. Nëse nuk ja arrin 12 orë para fluturimit, ndodh një riorganizim tjetër për shkak të anulimeve të minutës së fundit, të cilin duhet ta shfrytëzosh. Kjo teknik të siguron hapësirën, por ajo që vjen më pas do të mësoj si të zotërosh ambientin fizik të vendit tënd në një mënyrë që kurrë nuk e ke imagjinuar. Numri 9, butoni i fshehtë për të fituar hapësirë personale. Nëse ndonjëherë ke ndjerë se je i ngujuar në një vend të korridorit, goditur nga karroca e pijeve ose thjesht i ngushtë nga struktura e avionit, ky sekret është për ty. Ekziston besimi se mbajtësi i krahut të jashtëm është fikse, por kjo është një gabim. Në strukturë, pranë hinge-it, ka një buton ose levë pothuajse të padukshme që, kur shtypet, lejon të ngrihet krahun e vendit. Kjo të jep liri të menjëhershme për këmbët dhe e bën të lehtë daljen drejt korridorit pa mundim. Edhe pse për siguri duhet të jenë ulur gjatë ngritjes, gjatë fluturimit mund ta përdorësh këtë hapësirë në favorin tënd. Kjo është diferenca midis udhëtimit si në një kuti këpucësh ose të kesh një dalje të hapur. Të dish si të lëvizësh pjesët e avionit në favorin tënd është fantastike, por ka diçka shumë më të rëndësishme, të zgjedhësh vendin ku ligjet e fizikës nuk të prekin. Numri 8, pika e ekuilibrit për të shmangur turbulencat. Nëse je nga ata që ndihen të tmerruar kur avioni fillon të dridhet, ky këshill do të ndryshojë jetën tënde. Një avion sillet shumë si një luhatës në park, ku maja dhe bishti janë skajet që dridhen më shumë gjatë lëvizjeve të forta. Nëse ulesh në rreshtin e fundit, do të ndjesh çdo ndikim të amplifikuar. Megjithatë, ekziston një pikë e artë, krahët. Duke qenë të vendosura mbi qendrën e gravitetit, funksionojnë si boshti i avionit, ndërsa skajet ngrihen dhe ulen, ti mbetesh në pikën më të qëndrueshme. Nëse ke marrë mendje, zgjedh gjithmonë rreshtat qendrore dhe shmang kafeinën para se të hipësh, sepse vetëm rrit ankthin dhe të vjellat. Por stabiliteti nuk është gjithçka. Nëse ajo që kërkon është paqe dhe qetësi, truku është të shikosh përpara. Numri 7, zona e qetësisë akustike. Zhurma e vazhdueshme e motorit mund të shkaktojë lodhje të jashtëzakonshme pas disa orësh. Shumë njerëz mendojnë se zëri shpërndahet njësoj, por fizika tregon se motorët projektojnë zhurmën prapa. Nëse udhëton pas krahëve, do të jesh në vijën e drejtpërdrejtë të dridhjes së zërit. Qelësi është të ulesh përpara turbina, ku zhurma ambientale është drastikisht më e ulët. Për këtë arsye, klasat preferenciale gjithmonë zën pjesën e përparme. Duke zgjedhur këto vende, largohesh edhe nga kuzhinat dhe tualetet, duke shmangur trafikun e pasagjerëve dhe goditjet e forta të dyerve që pengojnë një pushim real. Numri 6, taktika e dritares dhe korridorit. Ky është një truk klasik i udhëtarëve të shpesh që rrallë dështon. Kur rezervoni vendet me një shok shoqe, mos zgjidhni vende ngjitur. Në vend të kësaj, rezervoni një dritare dhe një korridor të njëjtit rresht, duke lënë vendin e mesëm bosh. Kompanitë ajrore gjithmonë mbushin vendet e mesme në fund, sepse janë më pak të dëshiruara. Nëse fluturimi nuk është plot, ka shumë gjasa që askush të mos zgjedh vendin e mesëm dhe ju do të keni një rresht të tërë për të ushtrirë. Çfarë ndodh nëse fluturimi mbushet dhe dikush shfaqet për të ulur në mes? Shumë e thjeshtë. Askush në historinë e aviacionit nuk ka refuzuar të kalojë nga një vend mesatar te një korridor ose dritare. Thjesht i ofroni ndryshimin dhe ata mund të ulen bashkë gjithsesi. Nuk humb asgjë dhe fiton shumë rehati. Dhe më trego, cila ka qenë përvoja jote më e keqe në një avion për shkak të vendit që të caktuan?
Më trego në komentet dhe nëse ende nuk je pjesë e komunitetit ton, çfarë po pret? Regjistrohu tani, aktivizo zilen dhe lësho like. Numri 5. Përfitimi i fshehtë për mbi 60 vjeçarët. Ky është një nga sekretet më të ruajtura të industrisë. Shumë kompani ajrore kanë tarifa speciale dhe përfitime asistence për personat mbi 60 vjeç që nuk shfaqen në faqet e tyre të internetit ose aplikacionet. Ekzistojnë zbritje deri në 40% që mund t'i marrësh vetëm duke blerë përmes telefonit ose sportelit. Përveç kursimit, duke përmendur moshën tënde në aeroportet ndërkombëtare, mund të kesh qasje në rreshta sigurie prioritare dhe hipje preferenciale pa marrë parasysh klasën e fluturimit. Nuk kërkohet asnjë paftësi fizike, është një mirësjellje për përvojën e jetës që stafi e ofron sipas kërkesës. Nëse ke përvojë jetësore, përdore atë në favorin tënd dhe pyes gjithmonë për përfitimet e të moshuarve. Duke folur për asistencë, ekziston një shërbim falas që mund të shpëtojë nga ecja kilometra në terminale gjigante. Numri 4. Asistencë e personalizuar pa kosto. Aeroportet moderne janë qytete të Qelqit dhe Qelikut ku ecja nga një derë te tjetra mund të marrë 20 minuta. Ajo që kompanitë nuk të tregojnë është se ofrojnë asistencë falas për çdo udhëtar që ka nevojë për lehtësim në lëvizje, pa kërkuar certifikata mjekësore. Mund të kërkosh një karrocë elektrike ose shoqërim nga regjistrimi deri te porta e hipjes. Ky shërbim largon stresin e terminaleve të mbingarkuara, ndihmon me bagazhin e dorës dhe udhëheq përmes migracionit shpejt. Për të garantuar që stafi të jetë i gatshëm, mjafton ta kërkosh 48 orë para fluturimit përmes faqes online ose shërbimit ndaj klientit. Numri 3. Shkenca e avionëve modern si Boeing 2078. Nuk janë të gjithë avionët të njëjtë dhe udhëtarët e mençur shikojnë modelin e aeroplanit para se të blejnë. Avionët e gjeneratës së re, si Boeing 2078 Dreamliner ose Airbus A350, janë ndërtuar me materiale kompozite në vend të aluminit. Kjo lejon që kabina të mbajë një presion më të ulët dhe një nivel lagështje shumë më të lartë. Në një avion të vjetër, ajri është jashtëzakonisht i thatë, gjë që shkakton dhimbje koke, sy të kuq dhe ndjesinë e lodhjes ekstreme të quajtur ndryshim zonash kohore ose jet lag. Në modelet e reja, ajri filtrohet me sisteme të avancuara dhe lagështia parandalon dehidratimin. Për më tepër, dritaret janë më të mëdha dhe zbehen elektronikisht, gjë që ndihmon trupin të përshtatet më mirë me ndryshimet e zonave kohore. Nëse ke mundësinë të zgjedhësh midis një avioni të vjetër dhe një prej këtyre gjigantëve modern me të njëjtin çmim, diferenca në mënyrën se si do të ndihesh ditën tjetër është enorme. Të zgjedhësh avionin e duhur është hapi i parë, por hapi i fundit ndodh pikërisht para se dera të mbyllet. Numri 2. Ngjitja në klasë në minutën e fundit. Ëndra e çdo udhëtari është të ngrihet në klasë ekzekutive pa paguar ekstra. Edhe pse sistemet sot janë shumë të automatizuara, faktori njerëzor mbetet kyç. Agjentët e derës kanë fuqinë të ndryshojnë vendet për të balancuar peshën e avionit ose për të zgjidhur probleme logjistike. Truku këtu është mirësjellja ekstreme dhe momenti i duhur. Nëse udhëton vetëm, mundësitë e tua rriten ndjeshëm. Afrohu me agjentin e derës me edukat dhe thuaj, nëse ju nevojitet dikush për të ndryshuar vendin për balancim ose për të liruar hapësirën ekonomik, jam në dispozicion. Nuk po kërkon diçka falas, po ofrohesh si zgjidhje për një problem të mundshëm të tyre. Nëse fluturimi nuk është i mbushur dhe ka vende të lira në pjesën e përparme, shumë më lehtë do të zhvendosin ty se sadik që ankohet për vonesën. Mirësjellja është monedha më e vlefshme në aeroport. Por para se të provosh çdo truk, ka një vend specifik që duhet ta shmangësh me çdo kusht nëse nuk do të prishësh udhëtimin. Numri 1. Vendi më i keq në avion. Për të maksimizuar vlerën e udhëtimit, duhet të dish çfarë të shmangësh. Rreshti i fundit i avionit është, teknikisht, vendi më i keq. Së pari, shumica e këtyre vendeve nuk shtrihet sepse muri i kuzhinës ose i tualetit është pikërisht pas. Së dyti, do të jesh i rrethuar nga zhurma e ekuipazhit që përgatit tavolinat dhe tingulli i vazhdueshëm i cisternës së tualetit. Gjithashtu, në rast turbulencash, siç tham më parë, do të ndjesh çdo lëvizje 3 fish. Dhe për më keq, do të jesh i fundit që del nga avioni, gjë që mund të jetë katastrofike nëse ke një lidhje të ngushtë. Ndonjëherë këto vende duken tërheqëse sepse janë afër tualeteve, por era, zhurma dhe mungesa e hapësirës personale i bëjnë ato një kurth. Nëse harta e vendeve të ofron vetëm rreshtin e fundit, është më mirë të presësh për trukun e 24 orëve që përmendëm në fillim për të tentuar të zhvendohesh përpara.
Udhëtimi me avion nuk ka pse të jetë stresues ose i shtrenjtë nëse e di si funksionojnë kompanitë ajrore nga brenda. Pra, tashmë e di, herën tjetër kur të jesh përpara sportelit ose duke përdorur aplikacionin, sekreti është të pyesësh atë që të tjerët nuk guxojnë dhe të jesh i vëmendshëm ndaj kohës së sistemit. Eksperienca e fluturimit fillon shumë më përpara se ngritja dhe me këto 10 truke je një hap përpara pjesës tjetër të pasagjerëve. Nëse kjo informacion të ka dukur e dobishme për udhëtimin tënd të ardhshëm, mund të konsiderosh t'i bashkohesh komunitetit dhe të lëshosh një like. Na shihemi.